pas të cilit takim, kryesisht partitë politike qëndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nuk kupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshim politik, e nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokojë këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje, sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë, dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng, e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Gjithsesi, në këtë takim kam propozuar e kam shtruar dhe elaboruar idenë e qeverisë së unitetit për një periudhë të shkurtër, kalimtare me agjendë të qartë, me pika të qarta të definuara ndërpartijake. Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk ishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Siç kemi thënë deri më tani, insistimi në ide paraprake, pra në dëshira partijake pa shumicë parlamentare, sjell gjendjen e ngërshit politik, dhe ky ngërsh politik është i dëmshëm edhe për Kosovën, por edhe të ardhmen euroatlantike që na kemi përpara. Tani do të takoj dhe kryesinë e partisë, do të kemi edhe një deklaratë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në situatën e tanishme nuk jemi as interesuar të vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve të mbledhjes. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga kjo situatë. Shani, që dallimet janë të qëndrimeve politike. Pra, nëse nuk ka lëvizje politike, instrumenti i takimit është i padobishëm. Ka të takosh nëse je për të përsëritur gjërat e njëjta siç i jep në paramediave. Takimi duhet të ketë kuptim nëse ka gatishmëri politike për të gjetur një zgjidhje. Kjo gatishmëri nuk u dha sot. Ne kishim një ide, kishim një plan përpara. 2 partitë të tjera dhanë mirë kuptim për këtë plan. Presidentja natyrisht kërkoi dhe unitet dhe për disa çështje madhore që vente në vijë me idenë tonë të qeverisë së unitetit, por kjo punë është vështirë të bëhet pa të parën, pa partinë e parë, atë që i ka 48 mandate. Gjithsesi, e ftojmë edhe